Zbritja e Ademit dhe Havas në tokë. Pasi Ademi a.s. me nënën ton Hava u ndështuan urdhrin e Zotit me anë të nxitjes së shejtanit, Allahu i Madhëruar i qortoi dhe i përzuri nga xheneti, duke i zbritur në tokë. Lidhur me këtë, në Kur'an urdhërohet: Zoti i tyre i thiri, a nuk ju a kisha ndaluar atë pemë? A nuk ju pata thënë se djalli është vërtet armiku juaj i Havët? Surja Araf 22. Më pas Ademi a.s. dhe nëna jon Havaja u penduan dhe kërkuan falje, duke thënë: O Zoti ynë, ne e kemi futur veten në gjuna, prandaj nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne vërtet që do të jemi nga të humburit. Surja Araf 23. Megjithatë, vullneti i Zotit ishte që ata të jetonin në vendin për ku ishin caktuar si mëkëmbës të tij, në tokë. Prandaj Allahu tha: Zbritni, ju do të jeni armiq me njëri tjetrin. Në tokë do të banoni dhe do të jetoni deri në një kohë të caktuar. Aty do të jetoni, aty do të vdisni dhe prej saj do të ringjalleni. Surja Araf 24-25. Ata u zbritën nga xheneti në ditën e Xuma. Këtë e vërteton hadithi profetit a.s. i cili thot: Dita më e mirë në të cilën lind dielli është dita e Xuma. Atë ditë është krijuar Ademi. Atë ditë ka hyrë në xhenet dhe atë ditë është përzën prej tij. Megjithse Allahu u pranon pendimin, para se t'i zbriste nga xheneti, i paralajmëron për udhëzimet që do t'u vinë. Lidhur me këtë, Kurani fisnik shprehet: Pastaj Zoti i tij e zgjodhi atë, ja pranoi pendimin, e udhëzoi dhe tha: Zbritni prej xhenetit, që të dy do të jeni armiq të njëri tjetrit. Kur t'ju vi udhëzim nga ana ime, kush do ta pasojë udhëzimin tim, as nuk do të humb, as nuk do të bjerë në mjerim. Kushdo që i kthen shpinën këshillës ime, do të ketë jetë të mjeruar, dhe ne, në ditën e Kiametit, do të ringjallim të verbër. Surja Taha 122-124.